Okej. Tani dua të ftoj, kam kënaqësinë të kem në këtë studio një grup apo një band që të thuash janë talentuar, duket si ofendim, sepse janë shumë më shumë. Janë cilësimi i shprehjes legjende gjallë. Mund të themi që janë grupi më i vjetër shqiptar, por nuk e lëm me kaq, se bashkë me ta do të jetë edhe një super këngëtare, zonja dhe zotrinj, Fisnikët dhe Ertila Koka! Agim, Po, ku e ke grupin, pjesën tjetër të bandës? ka shku në kafe. Janë kafe? Po. Po presin atje? Po. Sa mirë. Do vinë pastaj të paktën? Vinë sot ose nesër, me siguri, vinë. Kur mbarojmë do vim. Mirë se erdhe, Ertila, ke Mirë se një gjeta. dhurat nga produksioni, urdhëro. Faleminderit. Agim, gëzuar, kur dush Faleminderit. e Maja aty? Mos e fut në qese, ha? Inshallah nuk bjen tokë. E është i në gjep. Ertila, po hëmi këtë sa kohë bo pa u pami. Po hëmë djel. Po hëmi të martume, të bom nuse. Po, do na martoni gjithave ju. Po, ha? Nga motra madhe, unë edhe tjerat. Po si je herë? Mirë, shumë mirë. Mirë, ha? Ti si je? Po ç'ne ti me Agimin? Ç'ne pse? Çuditshme. Nuk Po, pëlqeu dueti ty? Jo, patjetër që më pëlqeu, urime herë për këngën, keni ardhur besoj Faleminderit. edhe për këtë arsye këtu në Xing. Po, kjo është Po, arsye. Por që më duket i çik kështu si nuk mund të themi çuditshëm, por jo i zakonshëm ky bashkëpunim. Sepse edhe ne jemi të pazakonshëm, jemi të rrallë, apo jo? Jemi të ndryshëm. Jemi dhe të ndryshëm. Sa bukur. Por rastësia mbreti botës, jemi takuar në një koncert në Shkodër dhe lindi kjo ideja për të bashkëpunuar. Mund të flasësh edhe ti? Agim, po me me shtu. Me shtu, po Kemi të. qenë një koncert në Shkodër, kemi prapa skenë, unë e kam dëgju zonën e Ertilës në skenë, të kënua dhe thash kush është kjo u interesova. Po jo për nej bashkëpunim, po u interesova si vokalist, vokal shumë i mirë, vërtet. Edhe, ma thënem, bisedësi për kur e kryjmë koncertin, Ertila pat dëshirë me bo një kongë me neve. Thashën tash du të me prit pak, sepse konga nuk bëhet shpejt e shpejt. Po, se janë sa Punuam njerëz që kadal, kanë kadal. kështu si certifikata. Po, jo se ka, Të thotë bëj këngë tash shpejt. kënga ka dalë tani, por ne kemi punuar një vit e gjysmë për këngën. E dimi motër se kam qenë vet. Ke qenë vetë Kam këngëtar, pas vet edhe. kalamaj. Agim, Shqyqyr që e bo me kalamaj. Agim, Unë no. ju jeni, është e vërtet që ju jeni grupi më i vjetër shqiptar? Me në skenë që jem të punu non-stop, po. Mund ta themi që Fisnikët janë grupi i parë shqiptar që janë akoma Ndër të parë, do më thënë, ndër të parë. viteve 80-ta, kur ka fillu roku në Kosovë mu ekspansionu. Kur e ke bërë Dëgjo, grupin? roku në Kosovë ka fillu qysh 60-tat, 70-tat, E di më burr. por 80-tat ka qenë një ekspansioni i rokut, kështu i mirë shumë grupe janë formu, Sa prej mrapa- atëherë ne si mi ndalu kur. Sa mrapa ne të Shqipnisë këtë. Jo, 10 vjetë mu me qenë mrapa. Sepse 90-tat kam fillu, ati keni pas në dalesa, unë e kam përcjellë situatën atëherë si ka qenë. Te kuptoj. Sepse për një fjallë zotria ju, në di njerëzit sa këtu janë rujt për asaj fjallë, mos me në publik. Po, fjala zotri ka qenë sinonimi fjalës shok. Pra, Ishte Shoku mohuar juaj. fjala zotri. shoku juaj, pse sa palidhe. Pse po më qërtoni? Shoku ju. Shoku ju. Po, nuk shko. Se ne kemi pas, eja o shoku ynë, Aha. të kemi Shok shoqe. Po, me shok kemi pas. Me shok kemi pas, po jo me zotri. Me zotri nuk kemi pas. Po, e kuptoj. Kam pas, po s'kan guzu me Po, famë. Agim, ajo kanë bërë herë kamër të fshet, për shembull, ty të kanë bërë herë me grupin kamër të fshet? Jo, kamer sheft, special kamer sheft jo, por ka ndodhë një ngjarje që unë e kam menu që është kamera më sheft, sepse ka qenë interesant, ishim në Ulqin, na të bëha muzik,
Punojshim atër ka një muaj e gjysë, pa ndërprejnë, zëmramje. Edhe ashtu të lodhën, një mas ditë u që me Fitimin, saksofonistin e grupit, dole me pika i kafe, aty të Allegro në Ulqin, të plazha vogël. Edhe ullëm na, që e ma mirë, thjesht, ashtu, rrimën e pim kafe dhe vi një djali vogël, dikun ka qenë, me thonë, 5 vjeç, 6 vjeç. Me papuqe, si e thoni ju? Papuqe, po. Edhe vjen ai, i datha ato kështu edhe ullet në prehen tem, edhe më ban mu tata. Në gjuhën malazeshe ose sërbe është bab. Thot mu bab, thash, fa babë unë, vëlla, me ta. E ka kështu edhe 4-5 vjeç. E kthejun e ka unë, tham, edhe isha syzat e dillit. Unë baba? Ku doli? Tha, tata, dhe më kap kështu mu. A njerë më shkoj menja, thash, kamera më shef, dikush e ka fut aty edhin. Tha, ullu thash poshtë ka dalë, se nuk jam unë baba. Po ndërko, ishte aty një kuzhine, ishte hapur ajo pjesa kuzhinës, dhe ajo kuzhinjeri brenda, qeros sikurun edhe original për nëzën të mu. Thash, pas ka ngatru me këtë kuzhinjerin, edhe une në gjuhën e ti, thash, zbrit poshtë nga dalë, thash se nuk jam unë baba, edhe i zbriti herë, po më rinë të afer mu. Edhe dikur dole e qiti kryt për asaj, ashtu, ajo shaltes jetojnë asaj. Sërbisht, sine, djallë, tha e këtu, e s'te baba. Këme të shiku mu edhe ate, kush është baba? Ka shumë gjani tu? Po më ka ndodhë, edhe tash ti, po dhe, edhe tash, shkoja e atje, erë një ndërkohë i vjen gruja këti kuzhinjerit, të malazes, ta flasin në me veti, edhe eja këj fmi u shkën të gruja, edhe ngre nga dora i thot babi. Ajo dhe gjithë thot ajo, flet me burin thot i kure kapi për kërës, dhe e s'la këtu. Shkun, unë e këthejem ka Fitimi, dhe me qa është ka ndodhë. Ta që qofës është ne ka merë më shef, Fitimi kishtë ranë në tavolim poshtë në tokë të qesh. E bukur e. Që ka ndodhë? Si s'po e gjej një që të njaj mu më burë. Kam gjithë të vite, kër e kërkoj, s'po e gjej një sozi. Del. Mund me qenë në Afrikë. Po ti, Ertil, ti e një këngëtar e live. Pa. Edhe se të kam pa që këndon që ne, live tu, live atje, live ane. Po pëse ja bën këtë vetës mi gotë? Si mi gotë se bën këtë vetës? Si nuk fut diskun? Ku të gotë diskun aty, luj gojen, edhe kaq. Në fakt, unë kam kënduar live shumë vite, edhe që kur kam qenë dhe më e vogël, dhe live është shumë më i bukur, është më i gjallë, më interpretues. Por edhe më përpara, për shumë, kur doja të dëgjoja ndonjë këngë që më pëlqente, nuk ishte kjo pjesa e Shazamit, që është sot për shumë dhe e dëgjon. Dhe më duhej, sa herë dëgjoja një këngë radio, më duhej gjithmonë ta shkruaja. Imagjino ti duhej për shumë një vit që të shkruash e teksti. Do një vit rruje këngët ti dhe Po shkruaj jo, tekstet. sa herë dëgjoja radion, për shumë se ishte filan këngë që më pëlqente, kurse tani i ke shumë të lehtë. Sa vlera ka pas atëre. Tani fut direkt aty, trak dalin liriks. Pra, më duket edhe muzika nuk e ka atë interesimin që shka pas para për shumë 20 vjetëve, kur njerëz sa ma pak kam pas mjete për me ndëgju, ma shumë ka arë me ndëgju live. Do ne ka hupa jo pak prej internetit, prej po qa me mu. Po, Nertil, po ti a thonë gjithmonë se ti e ke Ertila Koka. A të thonë Nertil në herë? Të rjetën. 3 herë kam thënë unë dhe të shqipë. Që kur kam lindur, imagjino edhe një taksist para ca vitesh, duke shkuar tek Pallati i Kongreseve, më thot, ku do shkojmë? I them tek Pallati i Kongreseve, jam shumë vonë kam për të kënduar. Pse si quhesh ti? Ertila Koka, i them. Sa që e ke rinumi, gru! I them, po jo më Xhaxhi, unë jam Ertila Koka, Junior. Tash kur këndosh me Ertila Koka viz Nertila. E përshëndesë shumë e mirë. Nertila Koka. Nertila Koka. Nuk e di, ka vite që nuk këndon, po ka një zë shumë të bukur dhe ju jeni rritur me këngët e Nertilës. Po jam kurios, a ka na informacion që a bën Nertila tani? Nuk e di, më duket se është so e di. Jo më, sa informum që je. Shikon, a ka një qiki atë këngën sa ka po, se ndoshta këta kalamojt nuk e din. Këta kalamojt për shumë si Olimpia, se ka një gjuna herë. A, sa e bukur, Agim! Apo e bani më të këngën! E bani më të apo jo! Sa
Saga po të dua, Saga po të dua, saga po, zemra prap të do. Një përshëndetje për Nertila Kokë. Tash i fillon të i thonë Nertilës Ertila. Do i themi asaj Ertila. Bëjemi gos një në aty se Jo, më çmendën pëlqen njerëzit. shumë me e. Me Ertilan. Ertila. Në. A shkove në banjo ti, vlla? Jo. Agimi kishte një problem tash i ke banjo klanit. Ama në fyet që kisha të notit tash këtu ke bari. Që pyete për atë, a është dikush në banjo? Aha. Ama tregoj çik. Dëgjoj çik se është forte. Ishim te bari që po prisnim që të bëj gati skena, edhe Nuk ka shqiptar që se ka provu pozën e Supermenit. E dini poza Supermenit? A din ku e bën shqiptari pozën e Supermenit? E bën kur hyn WC, kur s'punon dera. Ulet atje edhe kështu. mos hap. Edhe fillon kullët. Të mek mos e hap derën, se është ajo prishur. Edhe kështu, Superman. Kosova dhe Shqipëria, normal, fillimet e para kur kam fillu me UN, thojnë anë në Kosovë, nërmje veti, ka pas shumë batuta. Edhe njëna për tyne është shqiptarin, Shqipëni, edhe thot, falë thot, ku është WC-a, se na i thojnë a WC. po, halej themi ne. Edhe ale, po. Tualet. Ja, këtu është ta vetëm është një qik e vogël. Edhe kjo shkën të dera rrinë. Vjena i Shqipënis, pse s'futesh? Ku mu futa është, ti tha është një qik e vogël, ne i thojmë qik vajzës. Po. Ku mu fut? Deri sa dele jo, qika, vogël. Tingela aty. Derisa të Prit qika. qikën E kërrin të dera kështu. Tu prit dali qika. Do dali. Ju tash keni filluar shkoni bashkë për koncerte? Ja, do vazhdojmë tani të shkojmë në për koncerte. Janë fillimet e para të Do fillimit. vazhdoni apo do filloni? Se ka një ndryshim i disë fjalës vazhdoj, pra kam filluar dhe do vazhdoj, ose do filloj, Do pra filloj. që nuk kam filluar, do filloj tani. Tani jena do në fillim fillojmë të fillimit. koncertet. Po. Datat bashkë. Duke vazhduar. Më kujtove një shokun ton, Zubi. A i thoshte do vazhdoj këtë, do vazhdoj atë. Zubi. A vazhdojnë i që? Po, Zub! Që pys atë pyetjen më të thjeshtë që ndodh, më zakonshme, si ndani lekët? Kush? Kush? Je, qofse do vazhdoni të filloni koncertet bashk, si ndani lekët ju të gjithë, do ti me grupin dhe Ertila, Zakonisht në dojmë kështu. rregull. Jo, besoj se... Shiko, Agim, mos ma merr për keq. Po, Jo, desha- s'pak. Ka problem më i madh që zihen grupet shqiptare, janë për lekët. Në fakt, jetë gjatësia Jo, të këtyre betohem. tregon që nuk janë zënë për lekët. Jo, të betohem që ndarja e grupeve ndodh për lekët. Jo, njëna për arsyve mire ka. Jo, me mirë! Jo, të vërtetë. Qa keni ullë? Tash i po tregoj për fisnikët. Ja, si e ndajnë fisnikët lekët, do me thënë këngëtari, Çdo a duhet marri më shumë se sa orkestrantët apo? dëgjoj, ne jemi të njoftun si grup, jo si këngëtari me fisnikët. Dëgjoj Në Gledi, një. dëgjoj Gledi. Bravo. Yes! Edhe, njëra për problemeve që kurse këna pas është leku, sepse në koncerte, po flasë për koncerte, për live, se dikush thot në Kosovë live, Po, Jeta. 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 për live, ne i ndojmë pare centëm cent njësoj, si unë, si aj, do më dhënë 4 persona në 4 pjesë, ja kjo. Na e prishi. Perfekt. Si si u që Gledi në kome, u Respekt, shumë kom respekt. Gledi, Sepse në koncerte lodhemi njëjtë, si lodhet synthesizeristi, si gitaristi, si saksofonisti, do më dhe lodhemi njëjtë. Dikush ka punë ma shumë, ma pak, dikush, por s'ka lidhje funit, ne jepim ato tonën, por
lek t'i ndajmë njëjtë. Kur sa i përket studiove, incizimeve, tekst shkruesi, kompozitori, aty pasaj dohen gjonat. Po, ato është edhe mua bet. Sa po hodhe një shashk në gjithë grupet shqiptare, ndoshta edhe te grupi jon. E bajshin me shnet. Është njëna për me pas sukses. Vje! Mbas punës! Është njëna për arsye me pas sukses edhe mos mundo. Po, Sepse kur punon një grup 10-15 vjet bashk, i din gjitha, 10-15 vjet. domethënë, Ashtu. ne jem 39 vjet, kështu. Po veç tash. Bëjnë 40 vjetorin tash. 40 vjet do bëni tash. Vitin e ardhshëm. Vitin e ardhshëm. Bravo! Agin, a do mbani një koncert për 40 vjetorin? E kam mendu, domethënë si vjet, do të përgatitem mujsha me i dhon kam qef. Domethënë kam dëshirë me i dhon 3 koncerte në 3 kryeqytetet shqiptare. Domethënë në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup. Bravo. Qofse ka mundësi e kisha realizu Ishte me për gjithë qef. Trokitje kjo, zonjat në Rume. Tiranë, Prishtinë dhe Shkup. Besoj dhe Ertila do vita këneve konga ty. Po, pse jo? ma mërmendja me bashkëpunëtor që kemi qanë gjatë viteve, do Shumë me mirë. siguri Do do t'i t'i ftojmë. flasë. Fizikët and Friends mund ta Po bëni. mundet. Është ajo e harxume, si ashtu E, po po. Friends and Fisnikët. Ata dhe Fisnikët. Fisrencët. Po, Friends. Që është një histori që keti në Ulqin, se ti ke kalu shumë kohë atje në Fortunë. Po mas pari për s'është hera parë që marrë pjesë në emisionin në Shqipëri, kam tregu edhe ma herët që unë e kam nanën ulqinake, Po. edhe shfrytëzoj rastin për përshëndet këtë ulqinin se i kam shumë shpirt, janë të mirë. Edhe një farë mënyrë jam rrit edhe në Ulqin edhe në Prishtinë. Domethënë, jam njeri që i kam konsumu ushqimet edhe të detit edhe të malit. Kështu që i njoh. Edhe e kemi punu në Ulqin me vite, ndoshta kjo ka ndodhur diku në vitin 96, 1996, gjatë verës, zakonisht ne kur e dinë edhe muzicientat, kur çohemi pi xhumit, është ka ora 1 dite dikun, kur punojmë. Po, e di. Edhe dolëm aty te një restorant, tash aty ndodhet xhamia që është në plazh të vogël, ka qenë restorant, edhe ishim 5-6 veta, ishte grupi jonë, po ishin edhe një këngëtar, Arben Thaçi, edhe zi kanë qenë, s'më kujtohen tash emrat, ishim të pi kafe. Edhe deshtu me porosit diçka me hangër njëkohësisht. Një familje ishe afër neve në tavolinë, të hangër buk. Baba, 2 fëmijë dhe gruaja. Une gjatë bisedës, shof prej plazhës kanë ra ret. Ret kanë ra aq poshtë dhe ecin shumë qetë. S'kam pa kur një temë asi pamje. Thash vetë me veti, këta bisedojshin, mu isha në botën teme. Thash, ka është kjo qetësi, shumë qetësi e madhe, ka qenë një qetësi që... Qetësia para stuis. Po pra, shumë, edhe... Ne kemi dëgjuar këtë Rri term. unë, edhe bisedojnë këta, edhe për një herë, i kam qu dur nalë që e kam thonë, ka me ardhë një erë fort prej Jemenit, ka me fry, me irdzu, me kariga, me tavolina, me njerës, ketë ka mi fry. Këta unë nëllë, je budal, tha, qa keo budal, ta grupi, që ishin aty, tha, kur qa. Ajo familja, që ishin të angërbu, ka i zoti shpis, me lukës të kamel shikën mu. Dhe me këqa ka kë, a ka lujt. Iku Agimi. Po, mu dhim po, ka shku, fshiu. Edhe këta qeshin, ha, budala, dhe i në ullë, s'kan shku 20 sekonda. A si fryme ka fillu. Pasha zotin e madhë, me kariga, që ka pas aty jashtë. Me ato tezgat që janë ofër plazhit. Lusterat, ata dritave ranë për tokera, bam, bum. Ato palmat zbritën gati poshtë, vëlla, ishfa fryme madhe. Edhe ne, kështu shpejtësi, i lam tavolinën, të futëm, ka pas e restoran një 5 mrena. U futëm mrena, myllëm derën, shikojshim nga xhamat. Sho, asju, katastrofë. Kur kjo familje që ka përdore, 2 djemë, baba, nana. E më shikojshin mu, jo jashtë. Unë e thash, Nuk që do thoj pas te? no, unë e thash, më shkoj menja, mi a bo bu, ishim vdek. Po thash, ja thash më s'te thamë, ma mirë, meta ashtu, të shiku. Zetë gjina. Imagino t'i kështë thënë ti. Kanë kalu vite të ma përmen grupi, gjithmonë e përmenin, ato kanë qenë gjare fenomenal. Tha, kuja, a i fitimin thot Nostradamus. Nostradamus. Pas ka qenë e fort, ja bëj asaj familjes, juve do t'ju bien flokët.
Ngelini të lasë. Okej. Ertil, cila ti u thon shpesh se të ndjekim edhe kështu në për Instagram, ra, Facebook, ra. Ta. Ti u thon shpesh sa në Amerike, në Itali, në Gjermani, Zvicër, Greqi. Kuda? Po. Cila gjëja më e çuditshme që të ka ndodhur, sepse unë e di shumë mirë që ndodhin gjëra në për këto koncertet. Në fakt, përveç turbulencave që ndodhin shpesh, Po. tani jam mësuar. Në Amerikë, kur kam qenë në New York, kur shkova më thanë në dogan, welcome Miss Koka, edhe unë e kisha shkruajtur aty që jam soprano, sepse është profesioni, unë kam studiuar për kanto, kështu që ashtu do të shkruaj. Tha, na këndoj një këngë, sing us a song. Really? I thash, me vërtet? Po, edhe unë vazhdoa të këndoj operistike. Edhe deri në atë pjesë që pasaj u kthyen të gjithë njerëzit duke parë dhe kështu dhe ngelën. Po ku mi ke atje? Po, atje, fillon. Bati, o bel, më se to. Ti ke kënduar vetë për kanto. Një pjesë nga Zerlina. Edhe, kështë pjesë më, staro qui, con Angelina, le tue bote ad aspetar. A i pastaj, faleminderit, ta mjafton, you have such a beautiful voice. Shumë bukur. Do bëjmë një shkëputje publicitare të shkurtër, e do kthehemi, jemi me Ertila Kokën dhe Fisnikët. S'keni para asgjë akoma. Jam lodh, jam mërzit, jam gotë në dana vete, musha politik, vendosa me pratis, më letë që të vjen shumë më mirë. Më nëse jam në gësht, e ke pak vështirë. Më lejo të ma frym, të të i qërë, ma ushe para meje, duhet të jem dhe, po më ndonë se vetëm ti eksiston. Bukuria jote nuk më fascinon. Aj më shpirë mos ki merak, se unë jam aj ujku plak. Me ngemi ty të lezova, të gjithë të dëshirat ti plotësova. Përseri po vjeshi, pse nuk tretë se bësh fëmi, pse ashtu pa bes, kësa si ton dashuri, çka do përso në shtëpi, do flesha do mësosh, do shikosh si vjeshi, apo në sentimosh. Unë mendoj vetëm në dy, ndërsa ashtu vjeshi, unë të kërkoj vetëm dy, a dhe të gjoj këtë melodi, këtë melodi.
shkatrash Dhe si për vajzën time Ore rrugash Kur të ras me telefon Shane për te Vajzën tuaj se lëshoni Në qytet Në qytet Pse po më qërtoni Zotria juaj Vajzën tuaj e dua Dhe për të guaj Pse s'po na lejon Dë lutem më thuaj Dhe kur ajo më don Zotria juaj Faleminderit. Zonja Zotri, ju prezantojmë Ertila Kokën. Faleminderit. Se kam pri, se do të shoh Ka shumë vite kanë kalu E kam prej fundin e jetës Në urbet kur jam largu Më kanë thënë se ke ikur lart, më ke lënë Pa thënë asnjë fjalë, Zoti e di Sa të kam priti humba shpresa Unë një ditë Ne të dy, s'do t'jemi bashk Po dashnia nuk është shumë Aron të shpinit, unë të kam Kështu pa ti, unë pas ka shkru Se kam pri, pas ka shumë vitesh Do të ndjeja pra për ty Se kam dit që ka shumë the Në zemrën time pas ke Më kanë thënë se më ke haru Nuk kanë dash asnjëherë me pranu Tash jam zonja e tjetër kujt fjalët e tua Në zemër i kam rujt Ne të dy, s'do t'jemi bashk Po dashnia nuk ka shumë Aron të shpiti, unë të kam Kështu fati, unë pas ka shkru
nuk ka shumë. Aron të shpirtit, unë të ka, kështu fati u paska shkru. Për ne të dy, s'do t'jemi bashk, por dashnia nuk ka shumë. Aron të shpirtit, unë të ka, kështu fati u paska shkru. Mira Koka! Dhe Fisnikët! Hey! Bravo! Hajde, hajde! Një sekund! Jo, knaqe, qetëso. Shumë bukur. Gjëja më e bukur është që ju, do me thënë, këndoni live, mi që këndoni live, po këndoni kështu pa prova fare. Pa prova fare, direkt me të parën, bam! Ndjekim qa me ndoj njerëzit për Fisnikët dhe për Ertilën. Fisnikët. Se po më qortoni, zotria juaj, vajzën tuaj e dua. Shumë e bukur qena, po Si u duken si grup legjendar? duke nisur thjesht nga legjendar e respektoj. Më këndoni një këngë tyre. Këndoj unë, vetëm Pieraki s'këndoj dot. Të betom. Po pse kur Piraki nuk këndon ti? Këndoj, po kur s'kam pi akoma, kur... Am filmojmë bonin. O, për notte. Sa të jeni, sa të vjen. Janë artista. Qumbush mali, plot me rush, Qumbush mali, plot me rrush. I bëjnë bukur Fisnikët këngë? E bëjmë bukur. Faleminderit. Janë akollore, janë të mirë, njerëz më të bukur në botë. Ata janë akollore, si ta thej, po mes dimri prap e mirë. Më këndoj një këngë të Fisnikëve. I gratoj. A e shikon më Akim se në njerë njerëzit kanë prishmëri të ndryshme dhe nuk e kuptojnë se cila është e vërteta, po ja çfarë mendojnë njerëzit për ju. Ertila, ti u bëre më shumë se një vit që je martuar. Pa. A jeni mërzitur me njëri tjetrin apo akoma? Jo, as pak. Është shumë herët, po mërzitem gjithani. Shumë bukur. Me fustani që more të hami event u knaqen, ngele e knaqur apo? Mos e knaqur. Falënderit shumë. Jo për të bërë tyre reklam fare. Po mi shoqe, neve jemi. Në fakt, mund të flas? Po, patjetër. Ka qenë kështu magji me shikim të parë, dashuri me shikim të parë fustani. Sepse thashe, fustanin e parë që kam provuar, edhe dashuria, por e kam fjalën tek fustani. Fustanin e parë që kam provuar ishte si fustan pralla, shumë si hirushe, Cinderella. Dhe kam provuar dhe nën tjerë, por si ajo nuk ishte. Ajo është goditja me Dhe parë. më ka pëlqyer jashmase, u preka në fakt u përlota, edhe familja ime kur e pan, edhe ami vetë u përlot. Edhe më dha dhe një këshill shumë të mirë. E ke nusën shumë të mirë, që du fort. Faleminderit shumë. Më dha një këshill shumë të mirë që Ertila, se unë nuk erdha me klip 2017, por do bëj shumë klipe dhe kam bërë dhe 2018. Më tha Ertil, pse ti tha vetëm me klipe do vish do ver? Ti do vish edhe si nuse shumë e bukur, kështu që isha nuse bukur, apo si isha? Ishe super nuse. Që të trashëgosh, mashallah, jarebi. Faleminderit. S'pja mush do të menin kësaj. Po ka kohë është e vogël. E vogël, po sa e mullarë po këtë dera. U shkria e. Si ai? Si more? Si s'vjen zor, mor. O qa njeri ju? Digjo, ti Olimpia, ki kujdes që e kur flet me mu, ti ki kujdes. Vazhdojmë me falni, se kemi sa muhabetet vjetra. Inside jokes. O, Agim, unë e di shumë mirë dhe ti e di shumë mirë, gjithë e dim shumë mirë që disa nga këngët tuaja kanë arritur nivele aq larta sa ato nuk janë më këngët tuaja, po duken sikur janë këngët e popullit. Po, s'është... Edhe... Janë bërë pjesë na kanë rrit, na kanë shoqëruar në momente të vështira, momente romantike, momente lumturie, momente dramatike, edhe në luft. Edhe në luft. Po, pse po më qëlloni? Duke thënë armikut zotri, ju vjen, tani,
ju vjen mirë apo keq që ka ndodhur ky fenomen? Jo, mas pare falenderojmë Zotin se ka dhënë jetë deri tash, që jam këtu me emisionin me juve, sepse ka mujtë me vdek shumë më herët, me metë edhe ato edhe ma shumë si legjend. Po. Por jena aty përjetu mirë, për arsye sepse gjithkush kishte me qenë mundi krenar, kur kanë këte veta, knohen prej grupeve gati krejt shqiptare, ku do të qëndohen. Dhe gjithkush i ka në repertuar, dhe kur kam fillu si 16 vjeç, më thonë fisnikët, këngët e para, kur kanë dalë në radio, ne kena pas ka 16 vjeç. 16 vjeç. Të mënë kena qenë shumë të vogël, edhe nuk kam menu ndoj herë që do të arri deri këtu, ku jam sot. Por, kur kam komponu, kam pas kujdes me i bo këngë që kënohen let live. Të më hanë men më shumë, tekstet më të thjeshta, që kur t'i këndojmë live të t'inglojnë njëjtë. Pa komplikime shumë në akorde, në i thëmi, me shti nota, ma thjesht, ma bukur. Për atë arsye kemi vazhdu deri sot në këtë mënyrë dhe kanë met, mujna mi thonë edhe kongë popull, dhe se vetë jemi grupi popullit, kështu që s'ka problem. Shumë bukur. Bravo. Grup popullor. Ta vete i pyetje kështu, po tu të qofë kamerë. Të është një pyetje shumë e vështirë. Teksti i këngës Zotria juaj, a është histori e vërtet, apo është një plagë e një shoqërie të kalbur nga sistemi arkaik, patriarkal i trashëguar nga ignoranca e të parëve tanë? Sa bukur ke fol. Kjo kongë, ne kam qenë edhe, thash më herët në për intervista, kam qenë shkollë mesme, viti 82 i kam pas 17 vjeç. Sa kam lindur në 82-shin? Edhe ka ardhë filmi nga nëna Shqipëri në atë kohë, në Kosovë, Tinguj lufte. është një djallë me violin aty, që lunë, edhe është kjo Zotri Garipi, të në kohër përmenet si Zotri. Ja, du ka lidhe kur gjë me dashni, as me në të vërtet, por po të regoj si ka ndodhë. Me qera fjara, ishtë film shumë që të regon shumë, do me thëmë prezenton shumë dhunë, kur e rafin atë Mumla për shtypje a i fmiu, mumla për shtypje a i fmiu që ka qenë shumë i talentum, po që nuk kishte mundësi me pas violinën, kursa e djali Zotris kishte violinën e këtër, po nuk kishte talent. Mirë, i kalojmë ato, edhe Zotri Garipi, Zotri, unë e të shku në shpi të menu, Zotria juaj. Pse se bëjthash një tekst dashurie me këtë temë? Ta lidhit dhe me, pse ti nuk e lem vajzën me dalë me ne, Zotria juaj. Pse po më qërtoni, pse më bërtet? Kush je ti? Po jo, s'hina anena. E shkrua ma thjesht, edhe kam komponu në 1982, në atë kohë është komponu dhe kënga Shiu, e cila është inqizu në vitin 2000. Në më dhëne kam kënu në për mbrëmje, pa u inqizu fare Shiu. Edhe Zotria janë të njëjtës. Po kur e ke regjistru Shiu? Kur është 2000. Vitin 2000? Po. Do më thë, e ke kompozun 82-shin. është kënduar, është bërë e njërë dhe e ke gjirun vitin, e ke regjistru vitin 2000. Po, e kam regjistru. Po, kam edhe këngë të asoj kohë dhe një 4-5 këngë të cilat rinë në sirtarë, që presin në atë kohë që i kam komponu. është me të vërtet shumë interesante, se si një këngë mund të bëhet le motivi jetës, edhe kur ti e digjon, ti e lidh gjdo le të themi, periudhë të kohës me atë, edhe sa po digjon këngën, vup të kujtohet, për shembull, sa druge ongër, nga Zotria. Po mirë, ajo ndodhë të gjithë kush edhe në gjdo gjenerat, kupton? Pa marë parasysh që ka arrit teknologjia, telefonat, interneti, prapë se prapa i Zotria është Zotri, edhe nuk e lem vajzën me dollë gjithkun me shku. Si a i tha, nona, 11 natës, vajzën e shef të shku, ishte lyja jo, 11. Ku përshkën? Tha, përshkojmë banjo. Që lypë banjo, tha? Përshkojmë e pas selfie, pasyre. është forma e re. Më thonë që është kënga e tëra kohërave, nuk është vetëm e asaj kohë. Edhe unë kam kujdes, kur shkruj teksti, shkruj unisex, do më thonë në dy gjinive. Edhe femrat dhe meshkujt e gjejnë vetën këngë të mija. Si që ishte kjo kënga që kënduam me Ertilën, edhe kjo unisex është? Ne të dy, kjo është duet. Kjo është duet, dhe është vazhdimi, po. është vazhdimi i këngës ajo më mbyti. Po, vazhdimi asaj. Si ishte e para? Më kanë thënë se ke ikular, më ke lanë, pa thënë as një fjallë, Zoti e di, sa të kam pri.
Në këtë rast replikon femra, kështu që është dueti. Tani, mund të të pyes kështu, Ertila, kë ke inat nga këto konkurentet, po themi? Nuk s'kam inat asnjëri. Po mund ta kesh për shkak, nga këto këngëtarët e rrymës tënde. Nuk kam. Kush tha që kam? Më kanë. Po mirë, ndoshta të kanë. Po ti s'mund ta thosh diçka që, për shembull, ose është edhe për ty kjo pyetje Zotria juaj. A ju vjen ndjenin çik xheloze se ju vjen natë që janë këta këngëtarë që vën diskun, knojnë çerekore ose 10 minuta, edhe marrin gjithë ato lek, edhe ikin, ndërkohë që ju rrini nga 2-3 orë. Mas pari, po menej me bo këtë pyetje në Angli, në Gjermani, qeshin, domethënë sepse unë nuk e njoh fjalën xhelozi mes kolegëve, s'di çka është, për mua s'ekziston, dëgjoj. Po varet të quhet koleg. Jo, sepse secili këngëtar që e ka një zot bukur ose një stil të vetin të këndumit që e ka publikun e vet. Fisnikët e kanë publikun e vet, gjurmët e kanë të vetin, minatorit vetin, Ilirët vetin. Ertila ka të vetin, secili njeri, Sinan Hoxha ka të vetin ajtë. Kur del para publikut e din çka kënon ai, edhe i bashkanxitet me Eduard Trokitin. Domethënë, nuk ka nevojë s'ka vend për xhelozi këtu. Secili ka fatin e vet. E dyta asaj përket asaj që playback, ai është i vetmi rajon në botë që këndohet playback është Kosovë, Shqipëri, ndoshta Maqedoni, se kurkun në botë nuk këndohet playback. Kurkush nuk ka budall me dal me këtu. Atë unë e urrej, unë nuk e duaj hiç. Domethënë çdo sen kam qef me dal live, sepse kur më kam thonë me shku një herë, kam shku në një koncert në Prishtinë, kena shku si fisnikët, kur shafun ajo mikseri që e kam bru ishte vogël për DJ, thash po ku është që ti fusin veglat? Jo, tha është playback, po ishte koncert humanitare, merdh kes mu këthy, sepse ishte për një çun që kena pas me një mu për me shku mu shëru, merdh kes, thash okej, thash, jo tha se kema CD-na, du të me shku në shqitore me gjetë një menzi, një CD e pruna, shoj e kangën e 2-3 dhe i shkrujtjaj, kur dola unë në sken, ishte shiu e para, edhe në mikrofon, mirë mrama, si jeni, si kaloni mirë, falë me fisnikët. Thash, shoj e këngën e dytë në mikrofon. Si jena playback, ata. Edhe, derisa kënga shkonte në bisedojsha me antartë grupit. Si ke qenë pazar sot, si kalove. Shkonte ajo pjesa solosh, pastaj knoja dhe me kinse, po këndoj. U kthejsha prap të antartë, edhe në pastaj gazeta shkru tha gimi i njëron tha playbackun. Normal që i njëroj playbackun, sepse playbackun nuk është, nëse do më bo, unë i thëmë, ta i thojnë maestro, unë i thëmë mjeshtër. Mjeshtër i këngës dhe instrumentit është vetëm live. Nice, bravo. I ke si mirë. Bravo, Gim! Bravo! Ju thoni shpesh shumë me avionet, ti ke pasu thuj që në kohën kur ka pije cigarja në avion. Po. Ka qenë? është pa konceptushme. Pa imaginushme, thash me thonë, është pi cigare. Po bra, është pa imaginushme që të pije cigare në avion. Po që ka pas raste kur në avion pije cigare. Po, vitin 2000, është pi cigare, 2001 mos gabosha, në 2002 është hek, aty dikun. Dhe ishim na, të u këthy për Zvicrës, për Cyri Prishtin. Edhe koha kur undalu duhani. Këtë antarin e grupit e kam, fitimi është pak ma i pa durushum ka qenë vërtet, se tash ka ndryshu për i plesnije duron edhe. Pa duhan s'ka mujt, ju kanë kuq syt, në qofse se ka dhezë cigare. Po edhe na të gjithë e pim, s'po mujna me lanë. Edhe vimna në aeroplan, nalt, a e tha shëqër 2 orë Prishtin, Cyri, e vim Prishtin, qëllon mjegull, thot piloti nuk mujna me zbrit. Edhe silën Prishtin. Sa shikoj Shaubilishin atje, sa shikoj Ferizajin. Edhe u kriju në aeroplan një atmosferë e keqe, sepse gjithmonë trupi njërit liron një pi frige, liron një erë. Thashun që do me ndodhë me neve, ai piloti thotë ndëgjon, ose do të më këthy në Cyri, ose do të me zbrit në Rimini, ose do të me zbrit në Shkup. Edhe këtë ju marrë vesh me ata, mas 1 orë e gjys gati, të ju silën mi Prishtin, tha po zbresim Shkup. Ne vdishëm për cigare. I baja e stewardesës, a baj me dhez, najnë, nikëtëm, atën, zikëtëm, atën, ecë. E zbritëm në Shkup. Kur zbritëm në Shkup, shkaju në prap i tha majsaj anglisht, please, can we smoke the cigarette, tha, najnë, i këta me du më tamë,
o vesh një, edhe fitimi e ka nxjerr cigaren edhe i merr erë kështu. Ajo, nine, thash nine, thash veç i merr erë. Pa nam, ju kanë kuq syt njerit. Edhe okej. Edhe t'ju sillën për korridor të aeroplanit, ushtriva unë atje me një ato karrigat e gjata, ushtriva edhe fillova, kalma cigaren, paja qatë kalzoj, me ma i dhnunon, kur njoni atje ka fillim e aeroplanit, as gjete kong tjetëra. Si duket e kishte kapë dhe dikon sikleti tonë, jo dikon, po shumicën e aeroplanit. A i shkreti tha, as gjetën e kong tjetër, kur i bëja se stewardesës, a bon më një shkoj të pilote ajo, dhe i hapën dyrt, e parën edhe e fundit aeroplanu, hapën dyrt, edhe vjen ajo me gota plastike, i kise mush me uj, tha, ndizeni! Fjasi cigare! Po, puk, edhe dikur nuk shema kur gja. Mjegull. Le të shpërthej partje. A jena knoqa? është e vjetër kjo, po të them që ishte e shoku im, që ishte mësu të pi cigare dhe sa bërë një udhim gjatë nga Amerika, erdhe këtu pa pi cigare fare, sa doli nga aeroporti, një të kapi i makinë, edhe vuni gojën të marmita makinës e i tha, nise! O, sa bukur, po ti... Ka shumë nevoj kishte. Po ti uston kështu, si ke problem me cigaren? A pi cigare ti? Jo, nuk pi cigare, dhe kam shumë problem, fakt. Nuk më pëlqen. Unë s'kam pi asnjëherë cigare. E pin ti për mua. Asnjëherë s'kam për pi cigare, por i puro. Ti jeton Milano tani apo? Po, jetoj Milano. Ç'a bëhet tani nga Milano? Shkon ata ka të ndarë, marrin çike nga jeta apo? Po marrin. Në fakt, Milano mirë është, më pëlqejnë pastat, verat, prosciutrat, domethënë ushqimi është shumë i mirë. Si e kam atë Michelangelon? Mirë është, Mirë, jo keq. Por ajo që s'më pëlqen më shumë. Leonardos. Do fillojnë tani do marrin për model atë? Kë? Alban Ramosaj. Mrapsh. Michelangelo. Se ma atë të përngjanë. I viteve... Po, jo, ajo është Davidit, skulptura Davidit. A ke pa apo se ke pa atë foton? E kam parë. Sa i mirë, pas ka qenë mi ta hash fare. Po ku pas ka qenë, ku pas ka qenë? Nese. Po të thoja për Milano. Po, se në ngatroj... Po në ngatroj Albani, në ngatrove ti. Në fakt, me thënë drejten, çdo të mërkur dhe të diel, sepse atje selektohen shumë këto pjesa e mbeturinave. Që atje i selektojnë për shembull dhe më është dashur pak të një vit që ti mësoja. I kanë lakështirën veç, plastikën veç, po, kartat veç, letrat veç. Dhe sa herë që i hedh, se më merr pak a shumë një orë, dhe kur dal nga rezidenca nga shtëpia, dhe për të hedhë them, o, Shqipëri ku jesë, knaqesh kur jetë të gjitha në një. Po ka lezet mi kur si jetë fare në plere që jetë në tokë. Jo. Po kur jetë të gjitha bashkë, kurse ato i kanë... Janë disa kënajsi që... Besoj se do bëhet edhe këtu, po në... Janë disa kënajsi që qytetrimi nuk t'i ofron. Si do qoftë boni gati, si do keni një super pyetje tash me spec, nga ato specat... Me speca? Djekës? Me suxhuk. Me suxhuk pikant. Zë zotrimi prisni ke i vinën. Përshëndetje. Bëja. Cili mendon që nga grupi ka më shumë merit dhe duhet të ketë më shumë vëmendje nga të gjithë? Po, unë jam themelus grupit. Bravo. Komponimet i kom bëhë krejt, tekstet gati krejt, kështë që caktoj e vetë. Si ju? Agim, ti duhet jesh. Me siguri. Në fakt, pa vokalistin nuk ka kuptim grupi, kështu që gjithë plotësojmë njëri tjetrin. Ja, për shumë të shohë gjithë të grup pa Olimpia. Pa Olimpia s'do kishte fare. Sa kuptim gledi. Po pa të ishte nga që këndove ti. Edhe ato të pak dhe sa që thoni, por okej. Po, për Ertilën? Nështë ta pyetja e dytë është, mendoni për zot, dhe më thënë është... Prap Agim. Saktej Sunday, nuk është drejt për drejt. Se kuptoj, se pëndohë sot, po. Asë unë se kuftoj. Duhet të kthejmë kështu? Atëre, mendon që grupi... Okej, këtë se mbaj mënd.
Kush ka përfituar më shumë nga grupi? Ju nga freskia e Ertilës apo Ertila nga fama juaj? Si mendon ti Ertila? Ja lë përgjigjen e Ertilës. Okej. Atëherë, për mua është kënaqësi shumë e madhe që kam bërë një duet kaq të bukur me një grup legjendar si që janë Fisnikët. Kështu që paka shumë domethënë. Shiko, lej këto E di. furçat Jo, kokësh. kjo s'është Ke furçë. përfitu ti Jo, apo unë jam ata shumë nga ky bashkëpunim? Tani unë jam shumë e lumtur që S'kena ardhur ditë përfitimit. karrierës Jo, time, kush është më i lumtur? Kush është më i lumtur, ai përfiton më shumë. Tani Më i të dyja lumturi, palët, ai më i lumtur dhe përfituesi. ti apo? Po, unë po. Okej. Jo, Po, ti je më e lumtur. varet sa e lumtur je. Unë çik më e lumtur. E pra, e shikon. Kështu që thuj që jam e lumtur. Edhe Jemi për shumë rigishin lumtur. kokës. Kevina, faleminderit shumë për këto dy Faleminderit, pyetje që faleminderit. ishin. Me qëra dhapi. E shikon? Po thuaj, s'ka më gjë të keqe që jam më e lumtur se këta. Po mirë, mëse edhe këto mund të jetë lumtur, s'ka lidhje. Jo, po mund të jem, po s'janë sa ty. Mirë, unë jam e lumtur që i kam shtuar duet Edhe karrierës. unë jam i lumtur. O lumtur unë, u U kënaqem lumtur fare. unë. U kënaqem tu u kënaq. Si ka qenë ajo kënga? Ne u kënaqem tu u kënaq. Ma mirë je shuj, kur gjë mos më thuj shuj, se u kënaqem tu u kënaq. Jemi gati për pyetjet nga Facebooku. Pyetje nga Facebooku, pyetje nga Facebooku. Është ti ke një Facebook shumë të larmishëm, Agim. Po. Edhe e ke kështu me foto funny, me video funny, me tekste funny. Po, në kohë të lirë mirë me këto hulumtimet fanore. Fanitikore. Po. The Albanian Boy thot, pyete pak në Ertilën, a ka qenë kur... Ertilën. Po në Ertilën e ka shkruajtur, ja, për zotin, shiva. Hiqja nën. Në Ertilën e ka shkruajtur. Okej. Unë do të lexoj siç e ka shkruajtur. Okej. Pyete pak Ertilën. A ka qajt kur vdiq Sadna? Oh, e kam ndjekur dhe unë satën, po. Kam qarë. Alfons Soldashi thot, kam një dasëm në verë. Sa kushton që të vinë Fisnikët dhe Ertila? Po jo për të kënduar, por që të presim krushqit për të treguar që jemi Fisnik, si... Ide e mirë. Po më pëlqen ideja. Hera parë shkoj në një dorë, se më nuk kënoj. E që i presë mësafir të urnoni, me ato bombonet, me çokolada urnoni. Edhe krushqit thonë sa Fisnik. Po pra, edhe vishemi si Fisnik. Familje me ato Fisnikësh. knishat, kupton? Bravo. Vishemi bukur, i presim. Perfekt. Aty na kese. Rej Shima thot, ju Fisnikët, a e tradhoni ndonjëherë njëri tjetrin? Kur për jetë? Kur për jetë? Kur? Bravo. Do vdisni bashkë. Pa. Klajdi, thot, pyete pak Ertilën, kur ishe në Peqin, ja kalove mirë apo super mirë? Super mirë. Janë shumë njerëz mirë. Ka qenë një koncert shumë i madh në Shesh. Në Peqin? Po, po. Kurmi? Po ka pak e një vit e pak. Një vit? Edhe ma men Peqini? Po unë mbaj mend gjitha koncertet, Jo, absolutisht. Peqini si e ma men? A ka Pse mos shpella ta mbaj aty? mend? Çfarë ka? Jo. Se Peqin slavisht dhe më thënë shpell. A, këtë se di. Mos ta themi si... Po mirë. Si është afër kosovarisht. Jo, slavisht. Sërbisht është Peqin Po, shpell. po shqip si është? Shpell. Remzie Strumcaku thot, Fisnikët pasi përfundoi lufta, e nxorën një këngë me refrenin dashuri, moj dashuri, ku jam unë e ku je ti. Atë këngë desha të pyes, ja dedikoj dikujt personalisht? Ka qenë një kohë kur kanë ardhë ushtria e Kforit në Kosovë, edhe kur kanë qenë disa ngjarje të cilat nuk kanë qenë shumë të hishme për njerëz atje. Por ato që është shkruar në atë këngë kanë qenë shumë të vërteta, se kam ledh raste të ndryshme kur kanë shku me të hujt, se na s'jena mësu. Si popull me ardhi kush i huj edhe kuptohet. Edhe kam bërë një këngë ashtu, ka qenë pak diskutabil, por atë këngë se nuk e përdor, nuk këndoj më live, atë këngë vetëm e kam bërë, ka qenë këngë e kohës e vitit 2000. E kuptova. Ermal Gjeani thot, Ertila e shumë e bukur, a mund të pim një kafe bashk, nëse po, ke numrin tim këtu, nuk po ja them numrin. Jo, faleminderit. Si bësh shumë? Po pse Apo do të pi tash kafe? që knove Unë me nuk e njoh. Fisnikët, ti fillove të... Jo, s'ka lidhje. Unë nuk e njoh. Godfellas 90 thot, Agin thot, pse ju qërton zotria juaj ju? Sepse du vajzën e ti. Për inat. Po çdo babë, unë edhe unë kam vajzë. Kur u martu, ko që më ka orë mërzia dhe mu.
Paula Ndreka thot, a keni bërë sherr me njëri tjetrin ju të dy, edhe kush ishte organizatori i sherrit? Jo, s'kemi bërë. Jena raf një ditë koqa fort. Kjo më ka ngre mu për flok, se unë jam qeros. Ja, Okej. A mendon se mund të zihemi ne dy? Jo. Ja. ne zihemi vetëm të nxere. Ishin pyetjet nga Facebooku. Pyetje nga Facebooku, pyetje nga Facebooku. Okej. Joakim, si kanë emrin anëtarë të tjerë të bandës? Po me vitet që kanë qenë në grup, Besim Gashi ka ardhur në vitin 87, se kanë qenë 3 anëtarë para këtyne, Po. që kanë migru. Po. Sokol Gashi ka qenë anëtar i grupit, edhe ja kam në emnin, Bedri Visoka vokal ka qenë kryesor, Remzi Alimi, të cilët janë njërin në Amerikë, njërin në Gjermani, njërin në Suedi. Domethënë kanë shku qysh atëherë dhe kanë punojnë atje jetojnë. Në 87 u bashkanëzit Besim Gashi, kjo është me mjekër me gitar. Në vitin 2095 ka ardhur Erzeni me tastatur, me synthesizer, edhe në vitin 96 ka ardhur Fitimi me saksofon. Kuptova. E tash kjo garnitur e grupit, jemi që 24 vite i bjen. Super, unë uroj që vazhdoni sa më shumë gjatë bashkë, po para se ta mbyllim intervistën, do doja shumë që t'i thrisim dhe herë ato antarët e grupit, unë do marr Olimpian, do marr Kevinën, do marr dhe një 2 çuna nga orkestra, edhe ti me Ertilën, ose mund të marr dhe Ertilën unë. Edhe ndahemi, domethënë kaçe, ndahemi kaçe, ose 5-5, ose 3-3, do më thonë nga regjia, dhe do bëjmë një lojë, një super lojë me arka. Jemi gati me lojën Paso Arkën! Ja ku jemi me lojën Paso Arkën, janë fisnikët nga njëra anë, jam unë me Ertilën dhe me Kevinën. Fisniket nga tjetra unë. Nga fisniket, po. Neve, a mund të bëjmë Zing? Mund të bëhesh ke grupit Zing? Po. Atëherë, fisnikët kundër Zing. Kundër Zing. Këto janë 4 arkat, ne do jepim sipër arkave, është edhe Erzeni që do bëj tifo, por fiton ai që grup që kalon sipër arkave dhe arrin i pari me Eraziles. Do ta kuptoni, është një lojë shumë e bukur, bëheni në shtëpi. Edhe ne humpim, se zakonisht. Bëheni në shtëpi me gjithë ato barkë që keni ju. Po. Jemi gati? Moca, urdhroni. Kujdes, se ky fillim është i çike vështirë. Do fillim nga atje? Jo, s'ka gjë, jo, kujdes. Kujdes, sa të shkojmë i shik. Oh my god. Tu korome? Se nuk bie, jo. Ti do marrësh atë, do më hapësh mu. Prit një sekond. Jo. O zemra. S'kemi filluar akoma. Hajde, filloni pra. Po pra. Ate, jemi gati, kujdes, jemi gati. Gati. Jemi gati. Mos bëni me ile. 3, 2, 1, fillo! Kabe, shpesh. Ku e shomi? Hajde tjetër. Kape. Kape. Tjetër. A Kevina i qikë më shpit, Kevina. Kape. Forca, o Kevina. Shpejt. Shpejt, ja duhet shpejt. Ja duhet më shpejt. Se neve. Po bëjë më larg, Gogos, bëjë më larg ato, bëjë më larg. Hidhe më larg. O Fortina e duhet po gabim, hidhe më larg. E ve shumë afër. Jo, ma dha shumë larg. Ma dha shumë vonë. E ve shumë. Çka? Hajde, Kevina. E vete shumë afër më burr, nuk e kuptoj stilin. Duhet ta hapësh këmbën edhe... A e kuptove lojën si ka qenë? Kur s'kena me bomo? Tash Po ti duhet kuptoj se jemi edhe të dyja me fund, ë? e kuptoj. Ju jeni me pantallona. Mund të vish tu që të bëjmë Po, mbylljen tjetër. e kësaj pjese të tjetër. emisionit. Faleminderit shumë gjithë Faleminderit juve për ftesën. Falenderojmë fisnikët dhe Ertila Kokën. Kthehemi mbas një shkëputje të shkurtër publicitare me një Cowboys. Nëse doni të shikoni mua me Taka, nëse doni të shikoni Kevinën me mjekër ose Olimpia Nudo, bëni subscribe to Fort.